Të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të flasim me promotorin, aktivistin, kryetarin e shoqatës shqiptare-amerikane në Staten Island, zoti Nasir Nika. Zoti Nika, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi nga New Yorku. Faleminderit shumë për kohën. Zoti Nika, lajmet janë që 28 nëntorin do ta festojmë në një mënyrë ndryshe këtë vit. Si po ecin negociatat dhe çfarë mund na zbuloni më shumë? Në radhë parë, ju falenderoj për hapësirën që na jepni gjithmonë për çdo aktivitet që bëjmë, por kjo me të vërtetë do të jetë diçka jashtëzakonisht e bukur, diçka historike se çdo shtet e ndron ta festojnë pavarësinë e vet në shtëpinë e bardhë. Kështu që besoj këtë vit do ta festojmë dhe këtë iniciativë e morëm para një vitit dhe besoj që këtë vit më të them 90% që do të realizojmë. Mund ta zbuloni diçka më shumë me kontaktet, pra lobimin? Por ne kemi filluar që në 2018-19 kemi filluar të lidhemi me politikanet tonë në Staten Island dhe çdo gjë kemi filluar si thonë ta përgjas të vogël edhe kemi pasur non-stop takime me ta, por sidomos që kemi emëruar rrugën Ismail Qemali kanë filluar bashkëpunimet të jenë shumë më të forta. Po, e kam fjalën te kontaktet me administratën Trump, edhe në shtëpinë e bardhë. Me administratën, unë si që kam e parë në vitin 2019 kur kandidoi Nikola Malliotakis, isha për krahas i saj dhe qysh atëherë fillujtën marrëdhëniet e kemi të mira, edhe si që thashën kur e pa punën tonë që bëme për emrimin e rrugës Ismail Qemali, ajo mori diçka, e shikoj shqiptarët ndryshe dhe i paf se me të vërtet janë një komp që punojnë, domethënë edhe në afroj për kraje. Edhe qysh aty kemi filluar, kurse vitin e kaluar i kërkova që si ishte mundshme, ajo tha çka doni me bë unë për ju. Edhe se në celebrimin e rrugës ishin këshilltarët këtu të Staten Islandit të New Yorkut, por na kërkuam diçka më të madhe. Edhe i thash si mund të bëjmë që siç e keni festu ju, pavarësinë e Greqisë, mbasi që ajo ka një perardhje greke, edhe më tha do të mundona dhe na fillu me vjet, kurse si mjet unezën dhe dritat jeshile, edhe jemi duke edhe shpresojmë 99% që do të jenë në shtëpi të bardhë. Pra, negociatore për të realizuar këtë aktivitet është një greke. Me perardhje greke dhe kube, po më të them greke, por kjo është një gjë më interesante se kisha edhe një intervistë. Të jetë një miku jonë, po të jetë siç e quajnë atje, se na këtu jena të gjithë jemi njësoj, siç e quajnë sidomos njëri i cili një shoqat anti-shqiptare, domethënë të jetë një greke të na ndihmojnë me çu flamurin shtëpi të bardhë, kjo është një gjë e madhe shumë. Pak ditë më parë në mos gaboj u realizua një fest në shtëpinë e bardhë ku kishte shumë përfaqësues grek, një fest greke në mos gaboj. Ashtu do ta kemi edhe besoj edhe më bukur me 28 nëntor. Pra lobi tyre është më përpara. Po shqiptarët këtë kohën e fundit lobimi më me thonë qeveritë e kanë zero këtu në Amerikë. Dhe me thonë to po punojnë shumë më tepër, greket kanë përfaqësues në kongres, kanë përfaqësues gjithkohë, se s'po përmendim ata tjerë se nuk po kam fort dëshirë të përmendi emrin, se shihet se sollën në vendin e tyre sollën djalin e presidentit, kurse ne kena vështirësi me sjell një kongresmen ose i senat, sidomos Kosovës që duhet sot ose kur, kështu që ne lobimin që jena duke bërë na jena duke bërë me forcat veta, pa përkraje të qeverive. Pra, gjithë kjo e kurorëzimi është që Trumpi të vesh shallin kuqezi në 28 nëntor. Edhe ta nënshkruajnë aty resolution për pavarësinë e Kosovës. Domethënë kjo është një gjë historike. Tyre politikanave shqiptar nuk i duket fort diçka se ata kanë qëllime vetëm karrike, nuk i intereson fort kombi. Kurse na që jetojmë mos ju kërkojnë ftesa. Me falni? Mos ju kërkojnë ftesa pastaj nëse pranohet aktiviteti që të realizohet në shtëpinë e bardhë. Mund t'ju them që 100% thëmë, po ajo është punë e kryme, mbasi që
Nikola Malliotakis ka shumë marrëdhënie të mira me Trumpin, edhe është e kryme, kurse politikanëve kërkuj nuk do t'i bën ftesë, çdo kush do të jetë i mirëseardhur, por do ta shqyrtojmë me shoqatat, se kjo është iniciativa që e kam marrë unë, por na jemi gjithë së bashku. Dhe kur gjë nuk do të bëhet, po marrë vesh të gjitha shoqatat bashkë. Kurse ftesë nuk do të kemi nga s'kërkosh mbasi që ambasadorët që përfaqësojnë Shqipërinë dhe Kosovën, ju kemi quar një ftesë dhe nuk përgjigjen. Kështu që nuk kemi si të çomë më ftesa, a kushdo që do me ardhë, do me thonë do t'jeti mirë se ardhë. Zoti Nika, ju ma thatë pak më lartë, po më lejoni që të gulmoj dhe pak për t'ju pyetur, marrëdhëniet e ndjenit dorën e ambasadës pra mbështetjen e ambasadave më saktë? T'ju them të drejten me shumë keqardhje, shumë do. Shumë do. Mbasi që ambasadora po mbaren nga disa individa që e koha atyre ka kalu. A kupton? Dhe ato nuk kanë arrit me bo që po bom na si shoqatat gjitha këtu, edhe tësha ata si kanë atë egon pse nuk e bom me na, edhe ju kanë biseduar dhe e kanë tërhiq për krahjen, qysh në rrugën e Ismail Qemali. Ndoshta një pjesë e shoqatave ka zënë ai gjumjet e tragjike dhe jetojnë ende ndoshta me emrin e kohës. Po, shqyqyro zot, nuk kemi shumë, mundën me kenë 1 a 2, por jo shumë. Se unë jam shumë i habitur, ne që kemi nisur këtë proces, dhe mojtë të them, brenda 24 orëve jena mbledh 23 shoqata. Çdo kuj që i kemi quftes, na është përgjigj. Edhe kështu që sot kam rrit numri mos e 30. Por t'ju them të janë shoqatat e cilat kanë komunitet mbrapa, jo shoqat që regjistrohet atje dhe ka 3 vetë mbrapa, se ti mundi me regjistru shoqat në jo qeveritare, por a ke komunitet mbrapa. Kurse të shoqatat të cilat i kemi lajmëruar të janë gjitha shoqatat të cilat kanë komunitetin mbrapa. Mu më interesojnë, neve na interesojnë shoqatat që kanë komunitet mbrapa, marrin pjesë atje. Edhe diçka të fundit kam, zoti Nika, me administratën e re, me gjithë këto lëvizje që po bëhen, sigurisht që vëmendja është e pakat në Ballkan aq më tepër edhe te këto cismicet tona, por a ka lobi shqiptar atje njerëzit e tij, pra në administratën e re e Trumpit, figura kyçe që mund të jenë në mbështetje të çështjes shqiptare? Ju them të drejtën, me sa jemi informuar, shumë do. Pra ende nuk kanë rënë me këmbë tokë. Ja. Shqipen, kjo mund të përcjellën dhe përmes televizionet se sa kanë marrëdhëniet, por inshallah që thonë ta besom Zotin, inshallah që se me lobimin që po bojnë shtetet, është shumë do. Zoti Nika, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe urime dhe për gëzime dhe për nismën dhe sa më shumë të tilla. Faleminderit shumë. Për hapësirën, e faleminderit shumë dhe ju ftoj kur ta marrim 100% të jeni pjesë në atë ceremoni, se kjo është ditë historike, se të çohet në një shtet tjetër, atje është lehtë, po të çohet në Amerikë duhet shumë sakrifica, po i falenderona gjithë aty në përkrahësve që na japin në këtë iniciativë që kemi marrë. Ju përshëndes edhe ju.